Po, mund të kthesh në dhomën e ndenjes. Faleminderit. Faleminderit. Jo, sisha e sigur që ishe të ba. Sisha e sigur që ishe të ba. Sisha, lujtë menç. Do shme fut vetën. E buni bravo. Se do talën me Selin. Do talën fare. Unë objektivi më është Selin. Objektivi më është Selin. Ja kam thënë, se që më thënë punatave. Jeni talën e nuk e kemi poshtu. Më kemi poshtu. Jeni talën e Ti e frikantake, se ti do fut vete. Jo, talës jam frikantake. Kisha qënë frikantake, nuk e boja gjithë. Je shumë frikantake, Bilës. Selin, Unë kam lojën e hapur. si e komenton... Oledion, unë e komentoj si një lojtar shumë e fort. Bravo i qoftë. Na çuditi, as nuk e prisni në mënyrë absolute fare. Edhe nuk është fare frikacake dhe ka shumë guxim që nuk e vuri veten e vet se e dinte që dita e shtunë do ishte vetëm për ju Elën. Kështu që nuk më bën fare çudi. Më vjen keq që jam në televotim, po shoh se po flasun, jam në një nominim me dy njerëz që i dua shumë. Po. Kjo është Big Brother. Gimbo? Kjo është Big Brother dhe këtë janë mundësit e quara dëm të Pandorës. Kjo është e vetëmja mundësi ju Elës që unë menoj që kun shumë gabim. Jo që jo më nëse s'ka lidhe kjo farë muhabeti. Ka mujnë me zjedh dikon ashta që kjo menon që janë të furt për na e pom, kush është i furt për ta. Edhe kena shti një neve në qatë partë televotimi. Nuk ka lidhe cili që dë që del, nuk ka lidhe, ishte edhe une nëse dalje në okej. Okej. Greta? E prisja nga ju Ela, sepse është lojtare shumë e dobët. E kam thënë, po. Tha do fuz veten, pastaj u pendua, do me thënë, në qoftë se je lojtare fort, ti e thua diçka dhe e mban, kupton? Por se nuk ka problem, unë jam shumë e lumtur për rrugtimin tim, unë kam treguar veten time, kështu që sido qoftë të shkoj, s'ka problem. E kam qiuar maksimum. Se këto janë të agravuar se Atere, në këto momente për Gretën, Selin, Gimbon dhe Rogertin do të hapim zyrtarisht televotimin. Pyetja për publikun është kë doni të shpëtoni dhe të shtunën njëri prej të katërtve do të lërë përfundimisht shtëpinë. Mbyllim lidhjen me të. Dhe vetëm pas pak në studio na vjen Livia dhe jo vetëm aq, por një tjetër surprizë sonte. Qëndroni aty.